Kryengritja jon do të vazhdoj. Kështu e përfundoi fjalën e tij kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në përfundim të protestës kombëtare të Partisë Demokratike. Protesta u shoqërua me tensione, përplasje, dhunë të përdorur nga efektiv të policisë ndaj protestuesve. Menjëherë pas mbylljes së fjalimeve në podium, protestuesit hodhën fishek zjarr dhe molotov në drejtim të kryeministrisë. Kjo solli dhe ndërhyrjen e menjëhershme të policisë, duke sjellë edhe përplasjen me qytetarët. Dhe mjerimin, vjedhjen dhe dashkitjen e tyre të vazhdueshme, sepse shqiptarët nuk do të lejojnë më bllokimin e drejtësisë, nuk do lejojnë pengesa në rrugën e integrimit tyre europian, në mënyrë që Edi Rama të mbrojë miliardat që ka vjedhur dhe vazhdon të vjedhë. Dashur miq, sot ka vetëm një formullë për të rrëzuar Edi Ramën. Për çdo shqiptar duhet të jetë e qartë se kjo formulë është kryengritja paqësore e qëndrueshme gjerë në qeveri teknike dhe zgjedhje të lira. Dhe sot, përpara historisë, përpara fëmijëve tanë, përpara ndërgjegjes sonë, se cili prej nesh duhet të bëj zgjidhjen e tij. Do zgjedhim frikën apo do zgjedhim lirinë? Do zgjedhim heshtjen apo do ngrem zërin ton? Do zgjedhim kapitulimin apo kryengritjen paqësore dhe triumfin? Shqipëria nuk shpëtohet nga një njeri vetëm, as dhe nga një forcë vetme politike. Nuk shpëtohet as dhe nga miq tanë ndërkombëtar. Shqipërinë shpëton vetëm bashkimi i të gjitha partive politike opozitare, shoqërisë civile, intelektualëve dhe të gjithë faktorëve që besojnë se voti i lirë është vendimtare për të ardhmen e shqiptarëve dhe Shqipërisë. Shqipëria shpëton kur një popull i tërë vendos të vras frikën dhe të mos pranojë padrejtësinë. Dhe ajo ditë ka ardhur, ajo ditë është sot. Le ta kthejmë ne shpresën në forcën në fitore, sepse ne nuk jemi thjesht opozita. Ne jemi shpresë vetme e Shqipërisë dhe nuk dorëzohemi kurrë. Rrofshi ju, rroft Partia Demokratike, rroft Shqipëria, fitore, fitore, fitore. Deputetët demokrat Luciano Boçi, Klevis Balliu, gazetari Aulon Kalaja u lënduan nga spraj, molotov dhe u transportuan në spital. Gjithashtu dhe një efektiv policie u lëndua, ndërsa mbi 20 persona u shoqëruan. Kriminella! O jeni kriminella, ma! O ju paguajnë nëma me pojët tona! Me toksat tona, ma! E në vritin nea! A jeni kriminella, ma! Partiti organizuar, i projektuar, për njërë Jeni kriminella, jeni shef, jeni mazis e shef.
E që futët? Janë provokë të bënë akoma më agresiv. Kriminella! Ndër njerëzit që në tyre ka një njerëzit, ka pushuri, ka punare, ka fundare, janë provokë të Дело мы справилось за криминелли. Че you want me to I Edi Ramës ka kthyer policinë e shtetit në një organizatë kriminale. Drejtori i përgjithshëm i policisë, kamikazi i Belindës, mercenari politik Skënder Hitaj, do t'jetë përgjegjësi kryesor për këtë terror që po ushtron ndaj qytetarëve me urdhër të kreut të narkosit. Panikun e kreut të narkos nuk e ndalon dot. As këta që i kanë veshur kështu, si t'ishin për luftë, dhe as ato pajisjet, makinat, që tek Arli SPK nuk ishin ujë, ndërsa këtu rrinë të përgatitur kundër opozitës dhe kundër popullit me ujë dhe me gjitha. Nuk e shpëtojnë. Ta janë njëran, të urdhruar. Çdo njëri prej tyre nuk ka bukë të çojë të shtëpia vet sot. Ta lëvizin vinë këmbë në punë sepse nuk kanë lek blejnë karburantin. Por urdhri i regjimit i dikton që të përleshen me vëllezërit e tyre. Për këta ndjejmë keqardhje. Ama Edi Rama do ta paguaj 1-1 këtë terror që ushtron ndaj opozitës. Mendon se me terror do t'i mbyll gojën opozitës. Ta harroj. Edi Rama mund të përdor si kamikaz një përdorim është Skënder Hitaj. Por duhet kem parasysh një gjë. Fundi i pret. Fundi i tyre, siç është fundi i Atullaut apo i çdo diktatori, e pret Edi Ramën dhe bandën e tij. I bëj thirrje edhe drejtorit të Tiranës. Kamikazi tjetër Enton Allushi. Do t'jesh ti, do konsiderohesh nga opozita, pjesë e organizatës kriminale që drejton policinë e shtetit. I bëj thirrje edhe drejtorit të operacionales së Tiranës. Zotit Bendo, do të konsiderohesh nga opozita edhe ti si një nga antarët e organizatës kriminale që drejton policinë e shtetit. Pastaj, pa as më të voglin diskutim, edhe i famshmi nën drejtor që urdhëroi forcat e ndërhyrjes shpejt. E dini ju kush ishte ish drejtori i famshëm apo jo? Ish drejtori i komanduar. Sokol Bishga. Kriminali me famë, njeriu që nxorri në prit Gjergj Mehmetin. Sokol Bishga do të konsiderohet nga opozita si një nga drejtuesit tjetër të organizatës kriminale. Pra, Skënder Hitaj, Sokol Bishga, Enton Allushi dhe ky si ka i operacionales Berhani do të konsiderohen organizatë terroriste, grup i strukturuar kriminal për opozitën. Grup i strukturuar që përdoret nga Edi Rama për interesa jo të ligjit, jo të shtetit, por për interesa të karteleve,
të korrupsionit të Belindës dhe për interesa të mafjes në pushtet. Jenë sigurt që opozita nuk do të ndalet. Ka dhunë, ka Ayatullah Surreli, që mund të ndaloj opozitën. Opozita nuk do të ndalet derisa ta largoj këtë të keqe të madhe që ka kapluar Shqipërinë. Kanceri ka një rrugë, ndërhyrje radikale, detyra e opozitës dhe e shoqërisë shqiptare për të shpëtuar këtë vend nga kanceri që quhet rilindje dhe koka e kancerit që është Edi Rama është vetëm një operacion kirurgjikal radikal për ta kryer këtë regjim i cili sot e 13 vjet për hyrën dorë shqiptarëve. Ta harrojnë, ditët i kanë shkurtra. Ditët i kanë shkurtra. Shqiptarët shohin mirë që sa më shumë panik, aq më shumë dhunë dhe terror. Të gjitha format e protestave do të përdoren. Këto janë protestat. Kjo është kryengritje paqësore që ka si mision përmbysjen e narkoregjimit të Edi Ramës. Ky mision është misioni i Partisë Demokratike, por edhe i forcave të tjera politike opozitare, tha Berisha në fund të protestës. Tradhtari Bespreri Bishga dhe Enton Allushi, Dashamir, shefi policisë operative, i njësisë operative, kanë treguar ftyrat e vërteta prej kriminalësh profesionistë. Nuk kanë asgjë të përbashkët me punojësit e policisë, por janë kriminal të certifikuar, të cilët mendojnë se do smbrapsën një popull të tërë në mbrojtje të dyshës famzez Rama dhe Balluku. Tani dhe njëherë, deklarova para pak, po deklaroj përsëri. Dosja Rama Balluku nuk mbyllet gjerë ditën e fundit të jetës tyre. Ata janë të regjistruar në analet e këtij populli hajdutët më të mëdhenj të historisë së shqiptarëve.